Halil Geci ka bërë një reagim kundër Lutfi Azirit. Ai përmesin postimin në Facebook, ju kundërpërgjigj një deklarate ku Aziri thotë se në LDK e kemi përjashtuar listën serbish nga viti 2015. Sipas Gecit, deklaratat e tilla nuk janë befasi, por vazhdimsi një politike që kanë minuar vazhdimisht interesin shtetëror të Kosovës. Madje i bëri thirrje Abdiqikut për përjashtim të Azirit nga partia. Zoti Lumir Abdiqiku, nëse vërtet ke ndërmend ta shpëtosh atë që ka mbetur nga LDK-ja, atëherë është koha të ndërpresësh bashkëpunimin me këta individ që kanë përdorur partinë si trampolin për karrierë dhe pasuri, ndërsa ideali Rugovian e ka shndërruar në flamur mashtrimi, shkruajnë në të tjera Geci. Lutfi Aziri, qyteta kryesore e tradhtisë politike në Kosovë, reagim publik ndaj Lutfi Azirit, i nderuar opinion publik. Pa ndihmën e Lutfi Azirit nuk do të vinte në krye të LDK-s bashkëpunëtori i Rahman Morinës, as në krye të shtetit spioni franko-serb, Polari Mbrojus. Pikërisht ky njeri që sot ende flet si hijen politike nëpër studio televizive, mbetet zëri më i shëmtuar i degradimit të trashëgimisë Rugoviane, po e ndjej si detyrë qytetare dhe morale të reagojnë ndaj deklaratave të fundit të zotit Aziri, që për fat të keq nuk përbën ndonjë befasi, por janë vazhdimsi e një politike që ka minuar vazhdimisht interesin shtetëror të Kosovës dhe ka ndotur idealin e pastër të Ibrahim Rugovës. Në vend se të kërkojë falje për dëmet që ka shkaktuar, Lutfi Aziri vazhdon të relativizojë aleancat e tij të turpshme me listën serbe dhe me strukturat kriminale të PDK-s, partia e individ që jo vetëm ka ndërtuar pushtetin mbi gjakun adhetarëve të LDK-s, por edhe ka kapur pushtetin për interesa personale dhe të huaja. Pa ndihmën e tij dhe pa hyjësinë e tij të çuditshme, nuk do të ishin bërë pazare të ndyra politike që e kanë shbërë LDK-n dhe kanë dëmtuar themelet institucionale të Republikës së Kosovës. Ishte Aziri ai që i dha legjitimitet këtij kursi fatal, herë si bashkëpunor i drejtë dhe herë si garantues në hije. Është fakt historik që një ndër zërat e parë që ka folur për ndarjen e Kosovës në tryeza ndërkombëtare ishte pikërisht ai, në kohën kur presidenti Rugova ishte ende gjallë dhe kishte tërhequr publikisht vërejtje që mos të fliste në emër të LDK-s. Ajo zgjedhje ishte tradhti ndaj partisë, ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve që besonin në rrugën institucionale të Rugovës. Gjithashtu lidhjet e tij të ngushta me kryetarët e PDK-s, shumë prej të cilëve të akuzuar për vrasjen e kundërve më të çmuar të LDK-s, janë dëshmi tjetër e rrugës që ka ndjekur Aziri për përfitime personale në burisë të sakrificës së shumë barecave. Zoti Lumir Abdiqiku, nëse vërtet ke ndërmend të shpëtosh atë që ka mbetur nga LDK-ja, është koha të ndërpresësh bashkëpunimin me këta individ që kanë përdorur partinë si trampolin për karrierë dhe pasurim, ndërsa idealin Rugorian e kanë shndërruar në flamur mashtrimi. Sot populli e di mirë kush i ka shërbyer interesit të vendit dhe kush e ka kthyer politikën në një instrument të tradhtisë kombëtare.